Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kura 30 ditore me një qep në ditë që bën mrekulli për shëndetin tuaj. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit, por ekspertët qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm në përdorimet e kuzhinës. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve kronike. Bashkë me shegë dhe çajin e malit që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësi parandaluese, por është edhe dobishme në trajtimin e sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është shumë e rëndësishme kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Ato janë të pasura me lëndë ushqyese të rëndësishme për trupin. Qepët kanë pak kalori, por janë të mbushur me vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë vitaminën C, e cila forcon sistemin imunitar dhe ndihmon në thithjen e ekurit. Ato janë një burim i mirë i vitaminës B6 dhe folatit, të rëndësishme për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksionin e nervave. Ato përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Konsumi i qepës mund të ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ato kanë veti antioksiduese dhe antiinflamatore që ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe triglicerideve, si dhe qepët mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut duke lehtësuar punën e zemrës. Ato rregullojnë gjithashtu nivelin e sheqerit në gjak. Për të gjithë ata që vuajnë nga diabeti ose janë në rrezik, qepët mund të jenë aleat të vlefshëm. Qepët ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të pankreasit dhe të zorëve, duke rregulluar nivelin e sheqerit në gjak dhe duke përmirësuar thithjen e glukozës. Ato forcojnë gjithashtu shëndetin e kockave. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm për kockat, ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe densitetin e kockave, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e masës kockore. Qepët luftojnë bakterjet. Qepët kanë veti të shkëlqyer antibakteriale dhe përbërësit e tyre si quercetin janë veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterieve të dëmshme që mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacion të organizmit. Ato përmirësojnë tretjen dhe shëndetin e zorëve. Qepët janë gjithashtu ideale në përmirësimin e tretjes. Janë të pasur me fibër dhe probiotik, të cilët janë thelbësor në funksionet e shëndetit të zorëve, në rritjen e bakterieve të mira, dhe këta probiotik ndihmojnë në procese të tjera në reduktimin e inflamacionit dhe gjithashtu në rritjen e sistemit tuaj imunitar. Qepët janë aleati juaj më i mirë për shëndetin e zemrës. Ato arrin të mbrojnë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Ulin kolesterolin, pengojnë forcimin e enëve të gjakut, i bëjnë estetike dhe mirëmbajnë tensionin e gjakut. Për fat të mirë, qepa ka aftësi në të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipi 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ju vjen në ndihmë nëse konsumohet së paku një në ditë. Fal qepës zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën trupore. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime, në peshk ose në mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mrekullueshme të organizmit. Secila qep siguron gjithashtu përfitime esenciale për organizmin, ndaj përfshirja e saj brenda normës lejuar do t'i ofrojë trupit edhe shumë vlera të qëndrueshme. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme dhe miku i mirë i shëndetit. Ekspertët rekomandojnë njerëzit se duhet të konsumojnë patjetër një qep në ditë. Sipas Healthline, qepa e freskët përmban shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se qepët e gatuara nuk humbasin shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime, në peshk ose në mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira për organizmin. Këshilla është që të hani qep të paktën një në ditë dhe do të jetoni më mirë. Sigurisht edhe përfshirja e saj në dietën tuaj duhet të jetë gjithashtu brenda normës së lejuar, në mënyrë që të keni edhe përfitime të mira në sistemin tuaj imunitar.
Qepa ka përdorime të rëndësishme mjekësore falë vlerave të jashtëzakonshme që ka në shëndetin e njeriut. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e përhapur dhe me shumë gjasa e pa dëgjuar. Ky lëng ka një përdorim të rëndësishëm mjekësor falë vlerave të jashtëzakonshme që ka në shëndetin e njeriut. Me siguri, ideja e të pirit lëng të tillë as nuk ju vjen ndërmend, por nëse vuani nga problemet e rrugëve të frymëmarrjes, ai do të bëhet aleati juaj më i çmuar. Nëse shqetësoheni nga shija ose aroma, këtë çaj mund ta kombinoni me kanellë ose mollë për më shumë vlera. Vlerat e lëngut të qepës janë të shumta, përmban fibër, vitaminë B6, flavonoid, kalcium, magnez, kalium, selenium dhe fosfor. Lëngu i qepës mund të përgatitet duke zgjerrë qepën në ujë dhe më pas pasurohet me produkte të tjera. Përbërësit e qepës ndihmojnë në vitaminën C që të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Edhe shëndeti juaj i zemrës do të përmirësohet dukshëm me përdorimin e qepës. Sipas të dhënave, konsumi i lëngut të qepës ndihmon gjithashtu edhe në parandalimin dhe mpiksjen e gjakut, një nga arsyet kryesore të shfaqjes së sëmundjeve në zemër. Ky lëng ndihmon në uljen e ndjeshme të kolesterolit, një armik i njohur i zemrës. Qepa gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër diabetit. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në trajtimin e diabetit. Sipas të dhënave, mineralet që përmban ky lëng përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqernave nga gjaku. Së dyti, flavonoidet e lëngu i qepës gjithashtu ndihmojnë në uljen e niveleve të glukozës dhe diabetit të tipit 2. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimeve të kollës. Përmbajtja e sulfurit të lëngu i qepës ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtëson kollën. Kësaj, ky lëng rekomandohet shumë kundër sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër astmës. Lëngu i qepës shërben për të parandaluar dhe trajtuar probleme si astma, sepse është i pasur me flavonoide. Ai qetëson muskujt dhe rrugët e frymëmarrjes. Gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër imunitetit. Pirja e rregullt e lëngut të qepës i bën mirë imunitetit. Është i pasur me vitaminën C, e cila lufton bakteret dhe virozat. Nëse jeni sëmur dhe pini lëngun e qepës, do të vëreni se shërimi do të jetë më i shpejtë. Tretja do të përmirësohet. Falë fibrës, lëngu i qepës e bën tretjen më të lehtë dhe më të mirë. Fibra përmirëson lëvizjen e zorëve dhe nxit rritjen e bakterieve të mira. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë për peshën trupore. Flavonoidet e lëngu i qepës përmirësojnë metabolizimin dhe ndihmojnë në djegjen e yndyrnave të tepërta. Në këtë mënyrë, konsumi i vazhdueshëm i lëngut të qepës pengon shtimin në peshë. Flokët dhe lëkura juaj do të përmirësohen dukshëm me përdorimin e lëngut të saj. Vitamina C të lëngu i qepës stimulon formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi ndaj radikaleve të lira dhe rrezeve ultraviolet. Mineralet nga ana tjetër janë shumë efektive në parandalimin e akneve dhe forcimin e flokut. Lëngu i qepës është shumë i mirë kundër gripit, dhimbjeve të barkut, për dëndësinë kockore, cilësinë e gjumit dhe në shëndetin e dhëmbëve. Për të përgatitur lëngun e qepës duhet të ndiqni këto hapa. Qepa duhet të zihet me gjithë lëkurë në një çajnik për 5 minuta, një kokër qep për gjysmë litri ujë ose 2 kokra qep për 1 litër ujë. Mund ta ndani në copa ose ta zjeni të plotë. Pas zjerjes, mund të shtoni mjaltë dhe limon për të përmirësuar shijen dhe të pini menjëherë një gotë. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer dhe ta konsumoni kështu ditën tjetër. Dhe vlerat që do të merrni nga qepa janë vërtet të larmishme. Qepa është plot me antioksidant që luftojnë sëmundjet dhe radikale të lira dhe ndihmojnë në riparimin dhe mbrojtjen e qelizave të dëmtuara të trupit. Qepët përmbajnë disa burime të mira të flavonoideve, fitokimikate me veti të forta antioksiduese. Qepa e kuqe dhe e verdhë janë të pasur me veti antioksiduese dhe gjithashtu ato ndihmojnë kundër radikaleve të lira. Ndaj mund t'i konsumoni në dietën tuaj ushqimore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat të mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.